Ka gra që shkruajnë për të mbijetuar e ka gra që krijojnë për të dëshmuar. Ajo që kemi sot të ftuar i bën të dyja dhe më pas i kthen në art. E lindur në Tiranë, e rritur midis fjalëve të fshehura të një babai disident dhe heshtjes së detyruar të një regjimi, ajo mësoi herët se gjua dhe fjala është e vetmja liri që nuk mund ta marrë askush. Donte të bëja aktore, por Shqipëria komuniste i tha jo. Por ajo u bë diçka tjetër, diçka më e rrezikshme. Skenariste, shkrimtare. Në 1991, para se të largohej, shkroi skenarin Unë e dua erën, filmin e parë shqiptar që guxoi të fliste me sinqeritet për trupin e gruas, dëshirën e saj, të drejtën e saj për të dashuruar apo edhe për të abortuar. Një vit më vonë, ajo u largua në Zvicër me një valixhe të mbushur me ëndra. Sot shkruan frëngjisht jo sepse harroi shqipen, por sepse zbuloi se distanca është e vetmja lente që shikon më qartë. 9 libra në frëngjisht, botime nga Fayard, njëra nga shtëpitë botuese më prestigjioze të Francës dhe të botës. Le Figaro e quan shakespeariane. Ajo është Besa Myftiu, e cila nuk është një shkrimtare në migracion, ajo është një dëshmitare në distancë, të zgjedhur dhe kjo e bën zërin e saj të pazëvendësueshëm. Në romanin Dashuri në kohën e komunizmit, ajo thotë: mendoj që dashuria është një gjë e bukur në çdo lloj rrethanash. Është ajo që na lejon dhe na jep mundësinë të mbijetojmë, qoftë në burg, qoftë në kohën e komunizmit, apo qoftë edhe jashtë shtetit. Besa Myftiu. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Unë jam veçanërisht e lumtur, do thosha, është fjalë e madhe, por jam vërtet e lumtur që neve sot të bëjmë këtë episod të podcastit bashkë, tek ajo. Për një arsye se unë Besa ka menduar gjithmonë që ti je një ikon në mënyrën tënde, të mënyrën se si e ke jetuar jetën, në mënyrën se si e ke ndërtuar artin tënd, mënyrën se si e ke ndërtuar rrugtimin tënd. Dhe biseda sot, besoj, do jetë po aq e bukur, po aq e sinqert sa është vetëm ti di ti jesh. Dua të flas për Besën ndërmjet kinemas dhe Besën ndërmjet letërsisë. Dy, le të themi, realitetet të ngjashme, por jo dhe aq. Dhe si e gjen ti veten, kinemaja është më egoiste se letërsia, apo letërsia është pak më e vetmuar dhe e trisht se kinemaja? Si janë këto dy zhanre, Besa, për ty, në atë mënyrë se si ti e ke eksploruar? Së pari të falenderoj për prezantimin, ishte shumë emocionues. Dhe tani po i përgjigjem pyetjes. Unë gjithmonë e kam ëndërruar kineman, mirë po eksperienca ime me kineman ka qenë më pak e bukur se sa eksperienca me librat, sepse kinemaja së pari varet nga buxheti. Dhe unë kur shkruaja në skenar sollën një qingj të pjekur, producentja tha jo, sollën një tavë me disa thela qingji. Ta vrau qingji. Dhe unë kam qenë gjithmonë e detyruar për filmat që kam bërë të bëj kompromise. Ndërsa në letër unë mund të shkruaj jo qingj, po kope qingjash. Dhe kjo varet vetëm prej meje. Kështu që letërsia në fakt është më e kollajshme, më bujare, por kinemaja është më eksituese. Okej, fantastike si përgjigje. Në këtë rrugtimin ndërmjet, le të themi, letërsisë dhe kinemas, ti nise në vitin 90, të mos gaboj, 91 u xhirua, filmin Unë e dua erën. E sjell dhe në bisedë, ti ke folur shpesh në fakt për këtë gjë, por mua më intereson shumë si kineaste, e re ose jo, për Besën në ato vite, e cila vinte nga revista Ekrani, Skena dhe Ekrani, ti shkruaja aty, dhe në vijim të kësaj, le të themi, karriere, ti shkruajte këtë skenar, i cili, edhe sot e kësaj dite, Besa, unë mendoj që është avangard. Tema, sidomos tema e abortit, liria e trupit, mënyra se si një grua ka të drejtë të bëjë ç'të dojë me të, është një nga aktet më politike, do thosha, në shoqëri kaq tranzitore si tonat. Dhe ti ke qenë e para që ke dhënë një theks logjik kaq të fortë në lidhje me emancipimin.
Dhe ku qëndron pyetja. Kjo kurajo e jotja, kjo pikë vështrimi e jotja, nga vinte në këtë moment të dhënë, le të themi, në këtë Shqipëri që të gjithë ishin të trembur, të gjithë ishin të ngurt, nga vinte Besa, gjithë këtë dëshirë, dashuri për lirinë. Kishte mendoj, përveç arsyeve të cilat unë nuk i di akoma, që janë diku në subkonsciencën time, 2 arsye themelore. E para ishte që unë isha vajzë e një disidenti. Dhe babai, si disident, nuk ma sungonte mendimin. Dhe ne nuk kemi patur liri veprimi në shtëpi, por kishim liri mendimi. Dhe kjo është diçka shumë e madhe. Madhështore. Po. Dhe shoqet e mia nuk e kishin. Unë mund t'i thoja babait tim idetë më të çmendura, ai thoshte dakord, shumë mirë, ti mendon këtë, por Çfarë ishte një ide e çmendur Besa në atë kohë, që ti mund ta verbalizoje në familje që për të tjerët mund të ishte skandaloze? Për shembull, i thoya babit, po mirë, një grua që mund të kishte 10 burra, një harem burrash, pse nuk ekziston? Shumë ide e bukur, thoshte babi, por në 10:30 do jesh në shtëpi. Kështu që unë lexoja për shembull. Ai nuk i shembull. përgjigjej kësaj. Ai thjesht e linte si një mendim i Po, e lirë. linte si një mendim, po, tash unë dash diçka më skandalozen, mendimin më skandaloz, por dhe në atë në kuptimin e moralit, me një fjalë, kur lexoja kështu për hareme grash, thoya pse nuk ekziston hareme burrash. Një kinez për të bërë akupunktur, një italian për të kënduar me kitar. Një super shofer, apo një super shkrimtar. Dhe babai thoshte, po mirë do ishte, ta kishe ti, por ti 10:30 do jesh në shtëpi. Pra, ai ishte sa, le të themi, sistemi dhe aq ishte dhe liria në këtë kohë. Po. Unë kisha lirinë e mendimit. Dhe liria e mendimit është diçka shumë e madhe, sidomos kur je adoleshente, sepse unë nuk kisha kufi në të menduar, por kisha në të vepruar. Dhe mendoj për shkrimtarin liria e mendimit është shumë më e rëndësishme se sa liria e veprimit, sepse veprimi i tij është mendimi. Është një temë dhe dua ta vijoj, ta eksploroj, që ti e zgjodhe, sidomos temën e të drejtës së abortit në të kundërt, reverse. Pra, Era në filmin Unë e dua Erën vendos të mos abortoj. Megjithse aborti nuk ishte i lejuar në atë kohë, ti e sjell si një mekanizëm korrupsioni, pra partneri i saj ka mundësi që t'ja krijojë mundësinë e abortit për të pasur një jetë të lumtur, dhe ajo zgjedh jetën. Dhe zgjedh jetën, zgjedh veten, zgjedh fëmijën. Pse Besa ti doje të flisje në vitin 91 për këtë gjë, për këtë grua, për këtë shqetësim, për këtë mekanizëm? Unë personalisht nuk jam kundër abortit. Unë mendoj që gruaja ka të drejtë të vendosë nëse në këtë moment do bëhet nën apo jo. Dhe është vetëm trupi i saj i përket dhe është një problem për mua vetjak i gruas. Dhe në filmin Unë e dua Erën, unë desha t'i ngrej një himn dashurisë, sepse ajo thotë unë nuk dua dashuri me kushte. Nuk dua të më thonë hiq këtë dhe unë do të dua. Dhe mora gjën më të vështirë që ishte të pranosh rrethanën më të vështirë që ishte të pranosh që të dashurosh një grua, të jesh me një grua e cila mbart fëmijën e dikujt tjetër. Besoj që për një burr nuk ka asgjë më të vështirë, jo vetëm atëherë, po edhe sot, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë. Dhe desha që dashuria të te kalonte këtë provë. Kjo ishte dëshira ime. Kjo ishte dëshira ime, desha të shprehja këtë ide. Dhe e ndërtova në këtë formë, duke marrë parasysh gjithashtu edhe një histori që kishte ndodhur një shoqes time dhe e cila abortoi, por unë desha ta zgjidhja ndryshe, desha ta zgjidhja në formën gati më të pabesueshme dhe më sublime. Fantastike. Përgjithsisht karakteret e tua gra, në materialet që unë kam arritur të lexoj, që ti bujarisht më ke ofruar, dhe në filmin Ylka, ka një qasje drejt realitetit tënd, dhe ti e merr të realitetin personal
dhe ngrën një realitet artistik. Frymëzohesh shumë nga gratë që të rrethon, nga njerëzit që ke afër, dhe sigurisht pastaj fillon edhe i zhvendos. Dhe te Kyllka, unë gjeja shumë ngjashmëri të jetës tënde me filmin, dhe ti e ke përdorur gjithmonë jetën si një moment transcendental ndërmjet vetes edhe artit. Mund ma elaborosh pak këtë moment, domethënë pse jeta për ty është po kaq frymëzuese sa ta ngresh në nivel artistik. Kur kam lexuar Nietzschen, e kam kuptuar. Nietzsche thotë, ambicia ime më e madhe është të bëj me jetën time një vepër arti. Dhe unë kam përshtypjen, duke jetuar në një trusni gjatë kohës komunizmit, e kisha, do me thonë, atë dëshirën që jeta ime t'ishte ndryshe dhe mundohesha kisha një këndvështrim artistik mbi gjithçka që më ndodhte. Kështu që mendoj që nuk është jeta ime që është e tillë, po është këndvështrimi. Sepse nuk ka jetë banale, por ka këndvështrim që mund të jetë banal. Për shembull, një nga historitë më të bukura të literaturës, novelat më të bukura është Manteli i Gogolit. Dhe ai tregon 40 faqe se si një nënpunësës i zakonshëm i një ministrie kopjonte dhe i ndodh një ngjarje që për të ishte jashtëzakonshme dhe kjo ngjarje ishte që vendosi të bëj një mantel. Dhe 40 faqe Gogoli tregon se si çfarë bënte ai për të kursyer disa para, disa rubla që ta bënte mantelin me fieari dhe që t'i vinte një gëzof lepuri në vend që t'i vinte një gëzof dhelpre etj. Dhe ne jemi të mrekulluar nga kjo ngjarje kaq e zakonshme, por që Nikola Gogol e tregon si diçka të jashtëzakonshme. Kështu që unë mendoj që të gjithë njerëzit kanë ngjarje të jashtëzakonshme, po varet nga këndvështrimi. Dhe unë që kurse jetoj, kam një këndvështrim artistik. Domethënë ai është gati një material për t'u përdorur në letërsi. Nuk e di nëse do kisha këtë qasje, nëse do kisha jetuar në një vend më të lirë. Nuk e di nëse jetesa në komunizëm më ka bërë të jetoj në këtë formë artistike për t'u ndjerë. Të mbrehësh një shikim i cili shikon ndoshta edhe të padukshme, shikon edhe përtej fasadës, shikon ndoshta edhe gjëra që njerëzit e lirë të perëndimit e kishin të vështirë. Ndoshta, por shumë interesant. Nuk e di se në çfarë përqindje ka luajtur rol lindja ime në komunizëm. Po, janë dy arsye. E para është që unë isha vajza e Mehmet Miftiut, e dyta është që isha shumë ndryshe. Dhe duke qenë shumë ndryshe, do të gjesh mënyra për të mbijetuar. Dhe unë kur vajta në Zvicër, e pata shumë më të lehtë të jetoja se sa që kisha patur në Shqipëri. Këto ditë, para se të përgatisja bisedën tonë bashkë, pa shumë intervista që ti kisha bërë, dhe më preku thellësisht dashuria për maman që ti ke. Dhe sa herë që ti e evokon, dhe i je pasaj një kontribut të veçantë në qëndjen tënde kështu si që je, kjo që je. Duke e përkufizuar si njeri shumë të dashur, e cila të thoshte gjithmonë që ti je më e bukura, që ti je më e mira, që ti do mundesh, që ti nuk duhet lodhesh. Dhe duke dëgjuar këtë, më lindi një mendim se sa mantra e nënave ndaj vajzave të tyre mund të ndryshoj botën. Po, sepse unë fola për ty kushtet, e para që ishte babai disident dhe e dyta dashuria e jashtëzakonshme pa kushte që kam pasur nga mamaja. Mirë, po nuk më doli koha që të flas dhe për këtë kusht të dytë, shumë bukur që ti e preke. Mendoj se ajo dashuri e pakufishme mamas time është thelbi i besimit tim tek vetja.
Dhe më kujtohet kur merja 9 dhe jo 10 dhe kthesha në shtëpi duke qarë, mamaja më thoshte, me budallaq, pse qanti, se mësusja nuk e kupton dot inteligjencën tënde. Fantastike. Do me thënë, dhe mua atëherë më duke i normale, po vetëm kur u rrita dhe kur dola jashtë shtetit dhe kur e kuptova se në Shqipëri nuk flitej për nënat, por duke folur me shoqet atje, kuptova që të flasësh për nënën nuk është diçka tabu, aty realizova që mama ime kishte qenë një eksepsion, do më thënë një përjashtim, po. Dhe pastaj vite më vonë, kur flisja me shoqet e mia, kur u hap një çik, si ta them, thesi, sepse dikur as nuk flitej, u mendoja që të gjitha nënat ishin kështu, dhe nuk më bënte fare përshtypje kur isha në Shqipëri. E mirë të mirë qenë. Dhe ti dimensionin e saj e kuptove duke filluar ta krahasosh me realitetet e tjerëve. Po, dhe aty, do më thënë, sa më shumë kalonte koha, aq më shumë e kuptoja. Zmadhohej figura e saj. Që kisha pasur një nënë të jashtëzakonshme dhe e kuptoja që shoqet e mia e kishin vënë në re. Kurse mua më dukej që nëna duhet ishte kjo, që nuk më kritikon asnjëherë për asgjë. Fantastike. Ndoshta do ishte edhe një mesazh për gjitha nënat, që përpara se të fillojnë të vrasin fëmijët në kritika, ndoshta ti duar trokasin përpara dhe pastaj mund t'i bëjnë kritika. Po. Dashuria është një udhërfyes i jashtëzakonshëm dhe personazhet e tu, karakteret e tua gra, janë gjithmonë në kërkim, janë në lëvizje, janë qenie të cilat janë gjithmonë në kërkim të një dashurie, o të një dashurie të mohuar, o të një dashurie të pamundur, o të një dashurie dhe duket sikur ky univers i grave dhe ti përgjithsisht ke trajtuar gratë të cilat janë në dy epoka, pra që kanë qenë gjysmën e jetës në komunizëm dhe gjysmën e jetës, le të themi, në demokraci. Sepse unë kam filluar të shkruaj romane mbasi ika nga Shqipëria. Dhe shkruaje për shoqet e tua, për mikeshët e tua, për njerëzit që ti njihje, për këta njerëz që ishin ndërmjet dy botëve. Dhe gruaja jote është gjithmonë në kërkim të dashurisë. Ma elaboron pse? Pse kjo grua është gjithmonë dhe nuk e shikon veten edhe pa dashuri? Po sepse mendoj që dashuria është thelbi i jetës dhe pa dashuri jeta nuk ka kuptim. Në një nga librat që kam botuar në frëngjisht, La Dame de Compagnie, unë kam një vajzë e cila, një grua, e cila është e dashuar me prindrit dhe nuk ka pasur nevojë as të martohet dhe është e dashuar dhe me pianon. Do të thonë, një dashuri e madhe, një pasion i madh i mjafton njeriut. Dhe mund të jetë dashuri për profesionin, mund të jetë dashuri për një djalosh, mund të jetë dashuri për fëmijën, dashuri për prindrit, dhe unë nuk e konceptoj dot një jetë pa dashuri. Dhe mendoj që thelbi i letërsisë është ta përshkruaj këtë dashuri nga të gjitha anët e saj të mundshme. Këtë jam munduar të bëj në poezinë time dhe mendoj që dhurata më e madhe që merr një njeri në jetë është dashuria e nënës. Ky njeri që niset me një bagazh kaq të madh pozitiv në jetë, ka nevojë për më pak përpjekje se sa të tjerët që nisen me një bagazh negativ. Dhe në këtë rast, me që folej për maman time, kisha qejf që të recitoja një poezi që i kam kushtuar mamas, ku them dal prej porte, rinuar nga dashuria jote. Me magji, të gjitha brengat nga zemra mi merë, që mos i vuaj unë, i vuan ty fishti, mam. Ky është koncepti im për nënën. Faleminderit. Dhe dashuria më e madhe nga e cila rrjedhin të gjitha dashurit. Është mantra e gjitha mantrave. Po. Dhe vjen në këtë Zvicrën e ëndrave dhe është shumë interesante, më gjeps. Fillon dhe shkruan frëngjisht. Së pari, po. Përse unë ndjeva mirë në Zvicër? Dhe pse unë ndjeva më mirë se sa në Shqipëri? Sepse unë në Zvicër kisha statusin e të huajës. Do të thonë, unë në Zvicër mund të isha ndryshe. Dhe kisha gjithmonë
atë Dhe ishe ekskuz, mirëpritur po shqiptare, është ndryshe po shqiptare. Kurse këtu nuk kisha arsye, të drejtën tisha ndryshe. Dhe unë në Zvicër do me thënë thash, ua, dhe një shoqja ime, shumë e zgjuar, duke lexuar një nga romanet, një nga tregimet e mia, që unë e titulloj me syrën e një shqiptare, ua, tha, po tha nuk ka një shqiptare kështu si puna jote, po ti këtë e ke arritur. E ke, do me thënë, e ke arsye, nuk di se si ta shpjegoj këtë në Shqip. Arsye për të qenë ndryshe. Për të qenë ndryshe. Edhe jashtë. Po, dhe unë aty ma falnin që isha ndryshe. Dhe kjo është arsyeja që unë në Zvicër unë ndiva jashtëzakonisht mirë, me që isha shqiptare, thoni po kjo është kështu se është shqiptare. Kurse në Shqipëri nuk e kisha mundësin, nuk e kisha të drejtën të isha ndryshe. Ti je një grua fantastike, sepse ti vijon dhe eksploron me një zell dhe me një dëshirë mënyrat e shprehis, mënyrën se si një artist e shpreh veten, megjithse ti ke prekur majat e letërsisë, do të ti je botuar nga Fajardi, që shumë pak autor shqiptar, përveç Ismail Kaderes në Mos Gaboj, që është botuar nga Fajard, nuk dua t'i hyj në hak diku tjetër, një nga shtëpitë botuese më të mëdha në botë. Dashurinë në kohën e komunizmit. Dashurinë në kohën e komunizmit, që prapë është një sukses i jashtëzakonshëm. Si ke këtë raportin me suksesin? Domethënë çfarë është suksesi për ty? Çfarë është suksesi, fama? Domethënë këto gjëra që i tundojnë dhe i mundojnë kaq shumë njeriu modern, çfarë janë për ty? Mua doktorata që kam bërë Nietzsche dhe Dostojevski, edukues të njerëzimit, më ka shëruar deri diku jo 100% nga vaniteti. Sepse kur isha në Shqipëri, ika jashtë shtetit, thoja këtë gjë që nuk e bëra dot në Shqipëri që të bëhesha e njohur, të botoja, do ta realizoj në një vend tjetër. Dhe ika e mbushur plot me vanitet. Dhe unë kam punuar 5 vjet mbi këtë doktorat në Universitetin e Gjenevës dhe kur lexova, mora vesh që Nietzsche për vëllimin e 4 të librit Kështu foli Zarathustra, jo vetëm që nuk gjeti botues dhe botoi 40 kopje me lekët e xhepit të tij, jo vetëm që nuk gjeti vlerës, por nuk gjeti as njerëz të cilëve të mund t'u adhuronte librin. Ishte i përjashtuar. Nuk i gjeti, nuk kishte njerëz që ishin heretike deri në atë nivel sa askush nuk donte më ta dëgjonte. Jo, ishte i panjohur, ishte në hije. Dhe thash, si kërkoj unë mirënjohje nga ky vend, do me thonë nga ky njerëzim që Nietzschen, për sa kohë ishte gjallë, Nietzsche nuk ishte asnjë lloj suksesi. Do me thonë nuk gjente as botues, nuk gjente as njerëz që ta falte librin. Unë të paktën botues kisha, njerëz që t'i falja librat kisha, dhe disa njerëz të rrallë që mi blinin. Dhe bëra një provim në vetvete, i bëra provim vetvetes, thash kush je ti kur ai tjetri kaq i madh që ndryshoi faqen e filozofisë botërore, vdiq i panjohur, çfarë kërkon ti? Nga ana tjetër, domethënë se unë këta të dy mora për etyd, me këta e kam bërë tezën. Dostojevski, ai kur shkruante Idiotin, fuante nga uria. Kurse unë kisha fruta të haja sa të desha dhe çokollata, dhe kisha dhe ushqime bio, dhe kisha turp të qahesha, dhe thoja, shiko, një nga shkrimtarët më të mëdhenj, ndoshta më i madhi për mua është Dostojevski dhe pastaj janë shkrimtarët e tjerë. Ai ka shkruar ato kryevepra duke vuajtur urie, ti qahesh. Se ka shkruar 2 romane, 3 romane, 5 romane, dhe që nuk po të duar trokasin. Do me thonë, e relativizova shumë ambicien time duke parë çfarë kishte ndodhur njerëzve të mëdhenj. Tash të gjithë e duan famën dhe lavdin dhe të mund të jetojnë me artin e tyre. Dhe do më pëlqente shumë. Por nuk e vuaj
ashtu siç nuk vuaj për shembull kur kaloj në për vitrina dhe shikoj fustane shumë të bukura. Dhe më kujtojt mama ime që më thoshte, po ti me dhe një thes të fishesh e bukurje. Dhe i them, ti bëj ato gjëra që nuk kushtojnë, nuk ke nevojë të blesh fustan 5.000 euro. Ti bëj gjimnastik, ha gjëra të mira dhe kujdesu, do me thënë, të bësh masazhe lëkurës dhe këto gjërat e tjera. Dhe pastaj, në qoftë se brendia është e mirë, nuk ka nevojë të harxohet aq shumë për fustane të shtrenjta. Jo fustane, domethënë unë preferoj më mirë një trup të rregullt dhe një fustan të lirë se sa një trup të parregullt dhe një fustan shumë të shtrenjtë. Kështu që kam bërë ato gjëra që nuk më kushtonin shumë dhe që ishin në adekuat, do me thonë, ishin në përputhje. Në përputhje me mundësitë e mia, për të mos vuajtur. Besa, është një pyetje që unë kam filluar ta bëj shpesh të gjithë njerëzve që takoj, sepse kam përshtypjen që është një pyetje e rëndësishme për mua, në fakt, dhe është personale. Nëpërmjet pyetjes dua të zbuloj ndoshta edhe unë disa gjëra të vetes. Çfarë është kinemaja për ty si një medium? Çfarë përfaqëson kinemaja për ty? Po, për mua kinemaja është një ëndër e kthyer në realitet, sepse ne kur lexojmë, imagjinojmë. Dhe pikërisht ajo imagjinat kur shikohet ato imazhe që na lindin gjatë leximit ose gjatë tregimit, ne shikojmë të realizuara në një ekran. Dhe prandaj është kaq fascinuese, kaq e mrekullueshme kinemaja, sepse diçka që mund të ekzistojë vetëm në ëndër dhe në imagjinat bëhet realitet nëpërmjet kinemas. Po letërsia, Bes, çfarë është për ty? Pra janë dy mediuma komunikimi që kam përshtypjen kanë ndryshuar njerëzimin. Sot për fat keq shihet shumë pak kinema e mirë, lexohet shumë pak letërsi e mirë. Dhe kam përshtypjen që neve duhet flasim pak më gjatë me audiencat. Jo duke bërë moral, por ndoshta edhe duke ndarë emocionet tona dhe për ta bërë këto mediuma ndoshta edhe pak më të dashura, më të prekshme, A duhet lodhemi kaq shumë me njerëzit për t'ia shpjeguar se pse duhet? Unë mendoj së pari po filloj nga lexuesi, që çdo njeri mund të bëhet një lexues i mirë. Puna është të gjej librin që i përshtatet. Dhe unë nga që kam dhënë shumë atelier d'écriture, do me thonë kurse shkrimi, dhe në këto kurse shkrimi ju kam këshilluar antarëve që i ndiqnin libra të veçantë sipas botëkuptimit dhe Po si e kuptoje këtë? Si hye në botëkuptimin e tyre për të kuptuar, për të thënë që Sabina si përshtatet kjo lloj letërsie? Për shembull, bëja me mua, çfarë lloj letërsie do më përshtatej mua? Atëhere, puna është që ne nuk kemi bërë aktimin të shkruar akoma. Duhet të shkruaj. Po, filloja nga shkrimi një letër dhe shikoja nëse letra i drejtoj për shembull gjyshes, shikoja diçka që njeriu i pëlqen në fakt të lexoj ato që mund ta kishte shkruar vetë. Okej, kjo është shumë. Dhe sa herë që entuziazmohemi nga një shkrimtar, ne gjejmë tek ai rezonojmë grimcat e vetvetes. Grimcat vetvetes të thona më bukur se çdo t'i kishim thënë ne. Dhe kështu që unë nga kjo nisem për t'i këshilluar dikujt një libër që do t'i pëlqente. Do rrëfesh, le të themi, këto portat e mëdhaja me të cilat ti merresh gjatë leksioneve të tua, i quaj portat sepse ka 26 porta për të shkuar te lumturia. Unë kam pasur fatin e madh se tash nganjëherë nuk arri akoma ta gjej cili është raporti midis fatit dhe rastësisë, do me thonë destino dhe rastësi. Dhe nuk e di nëse në rrugën time
Gjithçka ka qenë e shkruar që unë të takoj njerëz të caktuar, do me thënë dhe më kujtohet Herakliti që thotë që fati yt është karakteri yt, apo dhe rrethana të tjera rrugtimi si rezultati i rrugtimit. Nuk e kam zgjidhur akoma këtë enigmë dhe nuk e kam bërë akoma një kurs mbi il destino, do me thënë mbi rrugët e fatit. Në qoftë se çdo rrugë që merr të çon në të njëjtin vend, apo varet vendi ku shkon nga rruga që merr. Këtë nga pikpamje filozofike nuk e kam zgjidhur dot akoma. Por desha të them që kam patur fatin e madh të takoj Mirej Çifali, e cila tani jeton në Tiranë. Ishte psikanaliste dhe ajo më dha dorë të lirë që unë në shkencat e edukimit të krijoja kurset e mia, gjë që është jashtëzakonisht e vështirë në një universitet. Sepse në universitet ka linja të cilat duhet t'i ndjekësh dhe t'i zbatosh. Ndërsa Mirej Çifali kishte krijuar katedrën e vet dhe unë isha asistentja e saj dhe pastaj asistent pedagoge dhe pata mundësinë të krijoja këtë kurs kontributi i shkrimtarëve dhe i artistëve në edukimin e njerëzit, duke marrë temat universale të edukimit që fillojnë njohja, dashuria, miqësia, turpi, ndjeja e fajit, çfarë është dhuna, çfarë është vdekja, trajtoja edhe në suicidin, do me thonë vetvrasjen si formë e vdekjes, trajtoja edhe diferenca, ai që është ndryshe, bile kemi shkruar dhe një libër së bashku me pedagogen time, mbi atë që është i zgjedhur për t'u persekutuar dhe ai që është i zgjedhur për t'u duartrokitur, dhe se si turma shpesh atë që e duartroket pastaj e vret, dhe këtu është figura më emblematike e Krishtit. Por dhe në shoqëri kështu ndodh, dhe René Girard thotë që turmat në mënyrë sistematike e persekutojnë atë që dikur e kanë adhuruar. Po. Kështu që është një ekuilibër universal? Po, mendoj që është ekuilibër universal, dhe meqense unë gjithashtu si shumë miq të mi kishim qenë objekt adhurimi dhe objekt persekutimi, unë desha të kuptoja si ndodhte kjo. Dhe aty lindi libri, do me thënë kur njeriu është ndryshe, do jetë i persekutuar, nëse nuk pranohet si prijës, do jetë i persekutuar. Kështu që kam patur fatin që në Gjenevë t'jap mësim. Nuk kisha nevojë, do më kisha një grup përballë të cilit ndodhesha dhe nuk ishte një grup që mund të më persekutonte sepse kisha një shkallë hierarkike më të madhe se sa grupi. Nëse unë nuk dua të futem në psikanalizë. Dy porta të rëndësishme në fakt tek temat me cilat ti e marr në universitet, që do doja t'i trajtoja pak edhe në kontekst sociologjik dhe antropologjik shqiptar dhe diferencave të dy, le të themi, shoqërive në cilat ti ke jetuar, që është tema e turpit dhe e fajit. Dhe një orë gjysmë mbi turpin, një orë gjysmë mbi fajin, edhe me lexime nga shkrimtar, me referenca dhe filozof. Nëse do mundeshe të më bëj një sintezë antropologjike ndërmjet turpit dhe fajit të shoqërisë shqiptare dhe turpit dhe fajit, le të themi, të një shoqërie siç është shoqëria zviceriane. Ku janë ndryshimet? Ka diferenca thelbësore ndërmjet këtyre dy mekanizmave që ndërtojnë njeriu dhe shoqërinë gjithashtu? Tani, unë do t'i bie shumë shkurt kësaj tematike, sepse do t'ja duheshin të paktën një orë gjysmë, por desha të them që turpi është syri që shikon nga jashtë. Dhe syri që shikon nga jashtë në Shqipëri është i ndryshëm nga syri që shikon nga jashtë në Zvicër. Për shembull, jeta private në Zvicër është konsiderohet ndryshe. Një grua që ndron çdo vit të dashur nuk shikohet me atë sy se si shikohet në Shqipëri.
dhe mua më kujtohet një mik që më tha tash do të takojmë një vajzë, tha që është jashtëzakonisht interesante sepse ajo ndron të dashur shumë shpesh. Dhe unë thash, ua, sa për kësha ardhur nga Shqipëria. Ua, thash, nuk thot kjo është një karakurv, po thot është shumë speciale. Tash nuk, do me thënë, këto e ka përdorur dhe Ismail Kataria si shprehje, unë jam shkrimtare, dhe vështrimi mbi jetën private dhe mbi trupin, jashtë shtetit, është shumë i ndryshëm në Shqipëri. Dhe, për shembull, në Shqipëri, nuk mund të ketë hapësira ku njerëzit janë nudo. Ndërsa kur bëjnë sauna në vendet skandinave dhe në pjesët gjermane në Zvicër, janë nëna, babai, fëmijët nudo. Do me thënë, turpi varet nga vështrimi i jashtëm, ndërsa faji varet nga vështrimi ndjeja e fajësisë i brendshëm. Këto mund të them në dallimin midis turpit dhe fajit. Dhe turpi është persekutus, ndërsa faji është ndërtues, sepse fajin mund ta, domethënë ndjenja e fajësisë është pozitive, sepse njeriu pastaj bën diçka për ta shlyer fajin, ndërsa turpi nuk mund të shlyhet dot. Është një barë që nuk është e jotja, por është vendosur nga të tjerët. Kurse faji është një proces katarsisi nëpërmjet të cilit ti mund të pastrosh shpirtin. Po, kjo është. Një gjë që më ka kuriozuar shumë tek ty Besa është mënyra se si ti e ke eksploruar, le të themi, artin në shumë forma të ndryshme, dhe nëse ke diçka që nuk e ke ndarë më parë, nëse ka diçka që do doje, jam pak generaliste në këtë pyetje, por jam kurioze di çfarë mendon ti se ka shumë të veçantë në rrugtimin tënd artistik dhe krijues? Unë mendoj që guximi të shkruaja në një gjuhë tjetër mbas 3 viteve mësimit të frëngjishtes është diçka shumë e veçantë që nuk gjendet tek të gjithë autorët shqiptar. Dhe mund të flas se si nga shqipja kalova në frëngjisht, së pari në të folur, me që jetoja në një vend frankofon, dhe një ditë kur Elina, vajza ime, u kthye nga shkolla, unë i thash bonjour, këte i tutje do flasin frëngjisht, ajo ciao. Dhe unë i thash, ti duhet më ndihmosh, se nëse unë nuk flas frëngjisht me ty, unë nuk do të mund të shkruaj dot kurrë në frëngjisht. Dhe duke jetuar në një vend frankofon, do jetë shumë e vështirë që unë të shpreh mendimet e mia në shqip, duke bërë një jetë në një gjuhë tjetër. Do me thënë, desha që të mund të asimiloja frëngjishten për të shprehur në frëngjisht. Dhe si të gjithë shqiptarët, ëndra për të folur dhe për të qenë dikush jashtë shtetit, për të pranuar jashtë shtetit, ishte e madhe. Dhe unë isha e martuar me një zvicerian dhe ne në tavolinë dhe në shtëpi flisnim frëngjisht të tre. Dhe kjo ma lehtësoi, se po të kisha vajtur me një shqiptar, nuk kisha për të pasur këtë rrugtim. Por në gjysmën e kohës ne flisnim frëngjisht. Dhe unë desha që vajza ime të më ndihmonte, sepse ajo për 3 muaj arriti u bë gati frankofone. Do të thonë, Elina ka një talent jashtëzakonshëm për gjuhë. Flet dhe shkruan dhe këndon në 9 gjuhë, por në 5 gjuhë i ka kështu të folura dhe të shkruara. Dhe në frëngjisht ajo arriti të fliste pa aksent. Dhe unë me gjithë ushtrimet e mia arrita të flisja pak a shumë pa gabime, por një aksent i lehtë nuk më mbeti dhe nuk e humba dot. Kështu që fakti që unë vendosa të shkruaja mbas 3 vjetësh një roman, duke qenë në klasë dhe duke ndjekur një kurs gjuhe për të bërë mësuese frëngjishteje më vonë, kursi që quhej de stratégie d'argumentation, strategji argumentash, duhet të shkruanim një tekst argumentativ në frëngjisht. Dhe pedagogu që na jepte këtë lëndë, tha tash do t'ju lexoj një tekst që dhe një frankofon, një francez nuk do ta kishte shkruar më bukur. Ua!
dhe lexoj tekstin tim. Dhe mendonte që isha djalë, se besa, myftiu, do me thonë kush është, unë i thash. Unë ndërkohë i kisha bërë për para ca kohësh një pyetje krejtësisht pa lidhje mbi Wordin, tha, desidemo ju, prap tim, tha. Po kësa herë ishte për mirë. Atëherë për kompjuterin ishte për keq, sepse i shkruanin direkt në ordinator. Dhe unë thash, pse mos ta shkruaj unë një roman? Ndërkohë me librin Miq të humbur des amis perdus, isha bërë e njohur, do me thënë, isha bërë antare e lidhjes shkrimtarëve të Gjenevës. Dhe ky libër, këto poezi janë përkthyer mbas 37 mësime frëngjishteje. Dhe gjysma e poezive janë përkthyer me fjalor. Dhe ky libër qëndron akoma. Do me thënë, besoj që... Është dëshmi e rrugtimit tënd të mundimshëm në ndërmjet këtyre dy botëve. Po. Dhe unë kam bërë shumë pak korrigjime. Desha të them që arsyeja e parë ishte guximi. Dhe thonë guximi i ignorancës. Nuk i dija që ishte aq e vështirë dhe me fjalor dhe duke ndruar nga njerë fjalë, duke gjetur, domethënë përktheva pa vajtur akoma në Zvicër që im shoq zvicerian dhe shokët e mi që do gjeja atje mund t'i lexonin, të zgjodha 33 poezi që i kisha shumë të bukura në shqip. Domethënë, sipas mendimit tim ishin më të arrirat. Të lexoj një poezi atëherë, mos lexoj ku janë miqtë e mi, poezi, të lexoj një poezi që se kam lexuar asnjëherë, apo të lexoj një poezi që Elina e ka bërë këngë. Po mirë, po lexoj një poezi dashurie atëherë. Po lexoj në fillim në frëngjisht dhe pastaj en français. Impossibilité. Si je t'avais, même le monde pourrait se détruire. Si je t'avais, pourquoi mon cœur pleurerait-il? Mais je ne t'aurais pas, et ce monde rébarbatif, la douleur sur l'épaule continuera de tenir. Ceux qui s'aiment un peu se possèdent toujours l'un l'autre. Seulement nous deux errons comme des esprits fous, buvons par les yeux cette passion immense, sans pouvoir nous dire une seule parole d'amour. Pa mundësi të të kisha ty dhe bota le të prishej. Të të kisha ty pse zemra të më qaj. Por ty nuk do të kem dhe bota e mërzitshme dhimbjen për mbi shpatull do vazhdoj të mbaj. Ata që duen pak e ka njeri tjetrin, veç ne zemër coptuar endemi si hije dhe pim në sytë e etur këtë pasion të çmendur dhe s'mund të pëshpërisim do të fjalë dashurie. Bra. Nëse do shkruaje një skenar, Bes, një skenarin e skenareve, të kishe produksionin më të madh të Hollywoodit, që do të thoshte shkruaj diçka të në. Cila do ishte ajo gjë që ti mendon që i mungon kinemas shqiptare, i mungon kinemas botërore, që do të plotësonte ty në të gjithë dimensionin tënd krijues? Unë mendoj që do të bëja skenar rrëfime nga vendet e harruara, që është një shëtitje në Shqipërinë e dikurshme. Mirë po jo e parë si që është parë në filmat tanë, po e parë me syrin e një fëmije që mundohet për të mbijetuar të shikoj vetëm gjërat e bukura dhe të shikoj ato dashurinë e madhe dhe solidaritetin dhe të gjej një justifikim për gjithçka që nuk shkon mirë. Dhe përveç kësaj të thotë që në fund të fundit, në qoftë se mua do më e kupton që ka një persekutim politik, por thot unë
mendoj që nëse duan të më fusin në burg, qeveria s'ka nevojë për shkak, për arsye. Nëse ata kanë vendosur të më fusin në burg, do më fusin. Prandaj unë do jetoj sikur rreziku nuk ekzistonte. Dhe nuk do ta frustroj veten. Dhe do flas kundër regjimit me miqtë e mi. Duke menduar që e keqja nuk do ndodhi, sepse nëse e keqja është shkruar që do ndodhi, ajo do më ndodhi. Unë të bëj çfarë të dua, ta ruaj veten sa të dua, po e patën vendosur do më futi në burg. Dhe nuk jam njëria që i rëndësishëm sa të gjej një arsye të vërtet për të më futur në burg. Kështu që fakti që unë kam jetuar në një lloj inkoshiencë, një lloj mund ta them që sa herë që dilja nga shtëpia, mami më thoshte edhe shiko, dhe unë shkoja në plazh e thonë, shikoni një qenë, ja kemi vënë emrin e Enver, thonë, uaj tash sa emër i bukur. Dhe Enver, hajde këtu, thonin ato çunat. Dhe unë nuk e dija ishin kalec apo ishin kështu alabak. Por pavetdia jote e mendonte këtë gjë. Që ishte duke bërë diçka që nuk ishte politikisht korrekte për atë kohë. Po, këtë e dija. Por gjithsesi guxoje dhe e bëja. Dhe mbaj mend që një mik i imi më kishte thënë kujdes mos flasësh me atë se është i sigurimit. Dhe ai miku tjetër, që me demek ishte i sigurimit, më tha, shiko, mos fol me atë se është i sigurimit. Unë arrita në përfundime që këta ishin të dytë sigurimit. Mirë po sigurimi, nga njëherë merrte njerëz që kishin bërë një faj dhe thoshte tani na raporto. Dhe asnjëri prej tyre nuk më raportoi. A ndoshta më raportuan të dy dhe dikush që ishte në sigurimi erdhi keq për mua dhe nuk bëri gjë. Kështu që në këtë rrëfime nga vendet e harruara, unë kam dhënë gjithë kam bërë një shëtitje në 10 vende të Shqipërisë komuniste, por me shumë humor dhe me këtë vështrimin e jashtëm të njeriu që naiv që nuk efemer. Po, dhe që e shikon botën, po e shikon botën së jashtëmi. Pa qenë në frikën se do t'i ndodhi diçka. Dhe kisha një mik që më thoshte që të gjithë njerëzit këtu, në këtë vend, vuajnë nga mania e persekutimit. Ti je smur psiqike, por ti vuan nga mania e non-persekutimit, e mungesës persekutimit. Domethënë ishte sëmundje. Ti bëje sikur nuk ekzistonte. Po, sikur nuk ekzistonte. Sikur ishte në një realitet komplet tjetër, të zhvendosur, paralel. Se thoja, frikacaku vdes çdo ditë. Trimi vdes vetëm një herë. Dhe kur jepja këtë lëndën mbi vuajtjen dhe lexova Epikurin, e kuptova që kisha qenë një epikuriane pa e ditur. Sepse Epikuri thot kështu, që ai që vuan përpara se t'i ndodhi e keqja, vuan më tepër se ç'duhet. Sepse e keqja, kur ajo të ndodh, është mjaft e madhe dhe do vuash që do vuash. Po pse ta vuash dhe para se të ndodh? Thonë tash, po pas kam qenë epikuriane. Sepse kam thënë, po më futën në burg, atëherë do vuaj. Pse unë tash jetoj 30 vjet jetës time? Sikur do jem në burg. Me frikën se mos më fusin në burg. Pra ke krijuar një burg pa hyrë në burg. Po. Kështu që dhe unë flisja rehat me miqtë e mi dhe të gjithë miqtë e mi i kisha disident. Dhe askush nuk më ka raportuar, nuk më ka denoncuar. Mirë, po pas ka qenë me fat. Ndoshta nëse do kishte ndodhur e kundërta do ishim kushte komplet tjera. Po, do me thënë, unë i kam shkuar tangent regjimit dhe jam munduar të shoh atë çka për të mbijetuar, sigurisht. Atë çka të kapem, do me thënë, si një fill, si një litar shpëtimi mbas dashurisë, që ishte dashuria e prindërve, mbas dashurisë së shoqeve, mbas dashurisë të meshkujve që kam njohur. Dhe të ndahem përpara se kjo dashuri të rënohet. Dhe në një farë mënyre, unë i dua akoma të gjithë ata që kam dashur, sepse nga frika që mos jetoja prishjen, mos jetoja çastet e neveritshme të dashurive, unë ikja përpara se kjo të ndodhte. Me shenjën e parë të prishjes, unë ikja, se thoja unë dua ta jetoj dhe ta ruaj kujtimin të bukur. Dhe do gjej prap diçka tjetër.
Pra ti nuk e gjen të bukurën tek dhimbja. Dhimbja për ty është e shëmtuar. Unë i admiroj njerëzit që gjejnë të bukurën tek dhimbja. Unë jam ruajtur dhimbjes. Do me thënë, ndoshta sepse kam jetuar në një botë ku isha e rrethuar nga dhimbjet e të tjerëve. Më kujtohet që tezet e mia flisnin gjithmonë për vajzat të braktisura që vuanin për meshkujt dhe në një farë forme që kur isha në moshën 10 vjeçare, vendosa që kjo gjë mos më ndodhte. Do me thënë, mendoj që isha e rrethuar nga kaq shumë dhimbje, sa vendosa ta tejkaloj dhimbjen në mënyrën time. Të gjithë bëjmë diçka për të mbijetuar. Unë mendoj që isha kaq hipersensibël dhe kaq delikate dhe kaq fragile, sa që mënyra ime për të mbijetuar në një realitet të tillë si komunizmi ishte që t'i bija tangent dhimbjes dhe mos t'i bija mes për mes. Jemi në një epokë, do thosha cinike, për krijuesin, për artistin. Jemi në një epokë që krijuesi duhet gjejë veten dhe ta transformojë atë në disa trajta totalisht të panjohura për të. Kufit e të konceptuarit të artit kanë hyrë tashti në disa algoritme të çuditshme, që t'jesh i lexuar apo libri të jetë një, le të themi, një objekt i cili mbush zemrat dhe mendjet e njerëzve, duhet të kalojnë nëpërmjet algoritmeve të Instagramit apo të Facebookut apo të YouTube-it apo çfarë mendon ti për artistin dhe algoritmin? Është një problem sepse algoritmin e bën masa. Dhe masa e ul artin në nivelin e saj. Ndërkohë që arti duhet ta ngrej masën në nivelin e tij. Kështu që nga një anë demokracia ka diçka shumë të mirë e artit, sepse bëhet e arritshme për të gjithë. Mirë, po çdo gjë që demokracia do të thonë ka një anë shumë të mirë, po ka edhe rrezikun e vet. Sepse siç thot një proverb që unë e kam thënë gjithandej, por e kam dëgjuar shumë në fëmijëni, majat janë të vetmuara. Këtë gjë e thoshte babai dhe ishte proverb shqiptar. Dhe unë mendoj që arti i madh është i përket çdo epoke dhe ky problem nuk është vetëm tani. Këtë edhe Nietzsche e ka trajtuar në kohën e vet. Dhe i thot diçka shumë të bukur. Unë do mundohem ta përkthej citimin nga frëngjishtja direkt, domethënë shpresoj se do t'i arri. Ai thot që mënyra se si trajtohet sot arti në shkollat tona është për të qarë hallin, sepse ai bëhet nga njerëz, domethënë nga profesor, fjala e të cilëve, sidomos vetëm aspekti, pamja e cilëve mjafton për të vënë një pluhur, mjafton për të hedhur pluhur mbi çdo autor të mirë, përpara nxënësve të cilët nuk janë të pjekur për të. Do me thënë, duhet që profesori dhe personat që flasin, interlokutori që flasin për artin, të jenë në lartësinë e duhur të artit. Dhe të bëhet në atë formë që ata që do ta marrin të mund të kenë mundësinë ta përthithin. Dhe që në kohën e Nietzsches kjo ishte problematike. Ndërsa tani është bërë akoma më problematike sepse po të shikosh shumë klikime, thua si është e mundur që kjo përmbajtje ka kaq shumë klikime. Por unë mendoj dhe do ta provoj. Unë mund të hap një podcast me aforizma të shkurtra, një kanal timen, me aforizma nga libra të ndryshëm. Dhe mendoj që mund të gjendet një formë në cilën nëse flitet shkurtimisht
një mase mund të intrigohet masa dhe të futet mund të futet në letërsi dhe në artin e vërtet. Ndoshta unë jam njeri që ka iluzione, unë nuk heq dot dorë nga iluzionet. Ti nuk heq dot dorë nga kërkimi. Dhe nga kërkimi. Dhe mendoj... është rrugtimi jot, i cili nuk rresht. Është një mënyrë se si ti e jeton ekzistencën tënde. Dhe besoj gjithmonë te e pamundura dhe bile dua të them një frazë të Schopenhauerit që është motoja ime në jetë. Schopenhauer thot, il est invraisemblable que l'homme vraisemblable n'arrive jamais. Do me thonë që thot, është e pamundur që e pamundura mos ndodh kurrë. Të falenderoj Besa. Dhe nëse vlen kjo bisede jona për të ndërgjegjësuar apo për të thirrur apo për të vëzhguar pak më thellë tek artisti, tek krijuesi, jo si një spektakël i masave, ku të gjithë do brohorasim për mrekullin që ne shikojmë, po për artistin si një vetmitar që ka nevojë për audiencën, ashtu siç audienca nesër do ketë shumë nevojë për krijuesin, nëse nuk do e lexoj apo shikoj në atë kohë. Që kështu unë të falenderoj shumë për librat. Gjithashtu jam një mëkatare, do duhet i kisha marrë vetë prej kohësh dhe të premtoj që i kam bërë një premtim vetes këtë kohë, që në bibliotekën time do e mbush me autor shqiptar. Dhe ftoj dhe audiencën të bëjt një të gjë, sepse jam e bindur që autorët shqiptar, përfshirë sigurisht dhe ty, dhe nuk do doja ta bëja thjesht të dedikuar për ty se ç'vlerë do kishte. Jam shumë dakord. Ja vlen shumë që të eksplorohen dhe të vlerësohen, që kështu shpresoj që kjo bisede jona të vlej sadopak që librat e autorëve shqiptar, filmat e krijuesve shqiptar të kenë një, le të themi, një qasje më dashamirëse të publikut edhe të audiencës. Falenderoj Besa për këtë bisedë sinqert, që vetëm ti di ta bësh, është vërtet prekse. Dhe unë jam shumë e prekur nga pyetjet e tua dhe nga mënyra se si ti reagove dhe gjithçka që thash. Vërtet të falenderoj nga zemra, Sabina. Deri në librin e ardhshëm dhe në filmin e ardhshëm. Po.